Iko, sa ishte vështirë ndoshta me i bindë vajzat dhe gratë që të vinin dhe të mësonin shkrimlëcimin? Atëherë ishte shumë e nevojshme dhe kishte kërkesa, me të drejtën, kishte shumë kërkesa. Por më vonë, atëherë ne mendu me orientum në një rajon, edhe zgjodhëm Hasin, sepse në Has atëherë, vërtet ka qenë një situatë shumë e vështirë për vajzat, sepse ato nuk lejoshin të vazhdonin shkollën e mesme. Për shumë arsye, njëherë natyrisht edhe tradita atyre që edhe dyta ka qenë edhe siguria. S'ka pas shkollat mesme në Has. Kështu që bashkë me motrën organizum që të kthejmë, jo të kthejmë, po të fillojmë shkollat mesme në Has, që vajzat të rinë aty në rajone, jo të udhtojnë deri në Prizren, për shkak thash, siguria ka qenë edhe në pyetje, se Hasi rajoni ka qenë një zonë ushtarake atëherë, se në kufi me Shqipërinë. E dyta, bindja, me i bindë prindërit që me leju vajzat në shkollë, edhe në këtë... Sa ishte vështirë kjo lufta me mentalitetin? Po flasëm për një zonë në Hasin jetë, si zonë pak më e thellë, edhe që mentaliteti është ndoshta pak më i ngurtë ka qenë ndër vite, e kur ke parasysh tash edhe sa vite më parë, kur keni ndërmarrë veprimet e para? Po s'muj me thanë që ka qenë shumë vështirë, por sepse ka qenë mënyra që na kemi punu. Për shembull, ne nuk kemi shku aty me i thonë grave, duhet me i regjistru vajzat në shkollë mesme. Po kemi organizu përmes artit, motra ime organizoi një shfaqje me monologje të ndryshme, shumë aktorët famshme erdhën në Has, interpretuan rolet e tyre, edhe në për role ishin storjet e grave. E ne i merrnim gratë storjet e grave që edhe i lavdronim ato gratë që i lejonin vajzat në shkollë, sepse nëse një nanë e lente vajzën me shku shkollë, aje kritikojnë nga rreti. Edhe ne e merrnim atë personazh dhe e ngrinim lartë, thoshin kjo është një gru shumë, një heroinë ka lëshu vajzën në shkollë. E dyta, du me i përmend burrat e Hasit, kanë qenë shumë bashkëpunus. Nuk e keni idenë sa bashkëpunus. Ata kanë kontribu shumë me finansat e tyre vetanake, sepse në atë kohë vërtet ka qenë papunësi e madhe, ju e dini për shkak Miloševićit u përjashtu njerëzit nga puna, por Hasianët ishin bukpjesë në përgjithë rajonin e ish Jugosllavisë. Edhe ata vetë kanë kontribu me ndërtu shkollën, vetë kanë kontribu me ndërtu qendrën kulturës në Gjonajt Hasit. Të gjitha kanë bo me kontributet të tyre, dhe burrat ishin ata që në kundërshtonin. Burrat ishin ata që thonin po, Hasit duhet të zhvillohet. E mu më ka habit kjo fakt, se unë e kom prit burrat me qenë kundër, fakt burrat kanë qenë për krah. Po e kundërta.